Lumi Dri në Lezhë ndotet masivisht nga ujrat e zeza të qytetit që vijojnë të derdhen në të, ndërsa në të gjithë gjatësinë e tij ka vend depozitime mbetjesh. Bashkia e Lezhës thotë se janë qytetarë të papërgjeshëm që hedhin çdo ditë mbeturina në të dy anët e lumit që përshkojnë qytetin turistik. Rënja e ndjeshme e nivelit të ujit ditët e fundit ka bërë që kjo problematikë të jetë më evidente, pasi mbeturinat kanë dalë në sipërfaqe. Mbetjet e ujrat zeza është problemi i vazhdueshëm me ndërmarrjen e ujësisë kanalizimeve, po mbajmë kontakt vazhdueshëm që problemi i këtu dy pikave që janë në të Drini, të futen edhe ato në sistemin e unazor që i thojmë qytetit dhe të përfundojnë brenda kanalizimeve të ujrat zeza që derdhen pastaj te landfill-i. Me rritjen e nivelit të prurjeve të lumit në Koreshish, të gjitha mbeturinat përfundojnë në det, çka do të thotë se kjo situatë sjell dhe ndotje të Bregdetit të Shëngjinit.